Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e diel 22 qershor 2025. Dashi. Është normale kur jeni në sy që të keni pranë disa kundërshtar ose armiq. Nëse ka pengesa, do të jeni në gjendje të largoni gjithçka me butësinë tuaj tipike. Demi. Është një horoskop i mirë me një kulm maksimal pas dite. Në dashuri ju jeni më të disponueshëm, një takim i ri është i mundur, një mbrëmje pasionante. Binjaket. Duhet të jeni të kujdesshëm me ata që ju rrethojnë. Mos e përjashtoni marrëveshjen me të kaluarën, keni kujdes nga një ish. Gaforja. Në dashuri, nëse keni pasur një prerje apo shkënjim kohët e fundit, duhet të arrini. Pjesa e parë e mëngjesit mund të jetë e shqetësuar, mund të shfaqni pak nervozizëm ndaj të tjerëve. Luani. Kujdes nga garat dhe diskutimet. Dembel në dashuri, shumë angazhime ju thithin. Virgjeresha. Zhvillime interesante në familje. E rëndësishme është që të kërkoni atë që dëshironi, dashurinë në shërim. Kushtojini vëmendje vetëm parave, shpenzimeve në hyrje, kurseni diçka. Peshorja. Për ata që e kërkojnë atë me sinqeritet, dashuria mund të kthehet. Ditë shumë e mirë, miqësitë e theksuara shumë. Akrepi. Shumë vëmendje. Për çifte e qëndrueshme është e nevojshme të kuptojnë nëse ka pasur anashkalime dhe padyshim që ato të korrigjohen sa më shpejt të jetë e mundur. Shigjetari. Mëngjesi është interesant, pasdite mund të lindin ose rilindin bezdi të vogla fizike, kjo ndodh kur jeni shumë të tensionuar. Në dashuri ka pasur shumë fatkeqësi ose situata të vështira për tu menaxhuar. Britsjapi. Keni dialog dhe komunikim mendor me personin që ju intereson. Ndonjëherë ju duket se askush nuk ju kupton. Ujori. Dita kalon mirë, dashuria të rikthehet, ju jeni ndër shenjat e preferuara. Nuk bëhet fjalë për sukses, nervozizmi mund të ndihet. Peshqit. Nëse një dashuri ka lindur muajin e kaluar ose keni përjetuar një shpërqendrim, tani idetë tuaja janë më të qarta, arsyetimi mbizotëron mbi instinktin. Sot do të keni mundësinë të dëgjoni miq me të cilët nuk keni kohë që keni kontaktuar, ndoshta njerëz që jetojnë larg ose në vende të huaja. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.